lajma, bashortet edhe çdo situatë e tillë dhe krimi, kësaj konference na kujton më shumë fakti që duhet jemi shumë të kujdesshëm në mënyrën se si sillemi me gratë dhe për ta lidhur dhe me gratë në organizatën mujahedine të cilat jetojnë pa të drejta, të izoluara dhe ato janë viktimat akoma dhe më të mëdha se çdo antar tjetër në të gjithë kampin. Mirë, faleminderit. Faleminderit. Do doja të pyesja si po ndihesh dhe si po të duket konferenca e sotme. Jam shumë i emocionuar dhe mendoj që emocionet e sotme nuk i kam përjetuar në asnjë konferencë tjetër. Për hir të së vërtetës mendoj se kjo është një ditë shumë e veçantë dhe njerëzit po mendonin nga veshja ime sot sigurisht në një fest. Është e njëjta gjë edhe unë kam shumë emocione. Unë kam shumë emocione sepse dua të flas shumë gjëra, po nga krau tjetër konfuzohem sepse më prek shumë fakti që kur u bëra prind dhe jam bërë akoma dhe më i ndjeshëm ndaj këtyre temave. Jam shumë i lumtur me pjesëmarrjen e këtij aktiviteti nga njerëzit që kanë ardhur shumë njerëz, nuk prisja kaq shumë me thënë drejtën. 25 nëntori përkon me një ditë shumë të rëndësishme që na kujton që çdo ditë ne duhet jemi të kujdesshëm kundrejt qenies më të brishtë ka krijuar Zoti që është femra, që na ka sjell jetë dhe ne kemi për detyrë të kujdesemi për të sepse është një ndër alatet më të rëndësishme jetësore që ne kemi frymor. Mos më bëj edhe ti të çaj tash se po kam çajt sa. Do lëna pastaj.